Selam aleikum, si duhet të sillemi me një njeri që tallet me fen, por është pjesë e familjes apo rrethit? Aleikum selam rahmetullah. Mundohu ti më koni drejt i sjellshëm, i edukuar me edukatën islame. Nëse din se ata e acarojnë disa tema, mos hyn në ato tema. Ta kesh parasysh atë mentalitetin e tij, personalitetin, do më thonë trunin qysh i percepton ai sanët. E din që diçka e irriton ata, mos shko bashkë për çato tema me fol. Mundohem me u distancu vetëm i kry obligimet, me të pa ty të fal, me një vëlla tjetër, me një fëmijë tjetër të folti në fjalë për fe, çaj me ndëgju. Pastaj bënu i suksesshëm në jetë. Çaj me marrë mësim prej te me të pas lakmi. Mos vreje prej te sjellje të këqija, por konfrontimi direkt nuk ban. Me bën dua në shëftësi për ta, bën dua. Kur bësel sha prej dorës me thonë, ky sozohet, mos u shpresën, por mos e qëtë nësë opozitat të e ngacmu, nashtë ati e ki një jetën e sinqert, por ka herë veprat mund bëhen të gutshme të gabuara, ma mirë sabër, pak tërhekje. Jo, ti kështu, ti ki me shku në gjenem, ti pëse s'po fali, s'po lutesh, edhe si kur mja bën të urejtur fen, me ato kritikat e tua. Ne du t'jem të kujdesshëm ndaj njerëzve që i kemi të afërmit tanë, kur i ftojmë në islam, sikur me pas mbi kokat tona një plumb, një zag, që jemi të kujdesshëm, kështu e lëvizim kokën, mos me ik zogu, me pas kujdes. Kur i ftojmë të tjerë që ata mos mu irritu, na nuk du të bëmi sebeb që ata me urrejt fen për mes sjelljeve tona. Unë nuk po tham me unë nënshtru, me bon sabër dena të masaj, me fillu me të nënçmu, me të përqesh, kur dënaj me bon në i gjest i cili është talli për fen ty, me dalë prej dhomës, mu tërhek. Ai me ditë që ti i ki do kufi që ti nuk i toleran. Kur gjë nëse s'mun mi basa është maj madh, maj vjetër e tjerë, bile s'paku me dalë nga dhoma, me majtë qëndrim burgnor, na po themi i but dhe në maksimum, por edhe i vendosëm dhe në maksimum. Shpesh isha djemë të ri të cilët janë nga pak të gutshëm. Isha disa vlezër të cilët pak e majnë kokën lartë duke i nejtë në kryt të tjerve. Nuk më pëlqen mu kjo. Mu nuk më pëlqen kjo. Na nuk kemi ardhë, ose nuk është misioni ynë që ti nënçmojmë tjertë, ti përbuzim të tjertë, ti përullim, ti gjykojmë. I sinqerit banu. Sabër le i madhë. Wallahi, me sabër, me dije, me sakrificë, me dua, pasha Zotin Allahu ka me o qelë zamrat e tyne për mes sjelljes tu.